Qeveria e Kosovës është e zhgënjur që Bashkimi Evropian nuk I qëndroi prapa paralajmërimit për heqjen e masave pas transferimit të suksesshëm të pushtetit lokal në veri. 2 ditë më parë, Bashkimi Evropian ka shprehur gatishmëri të angazhohet për heqjen e masave ndaj Kosovës, por vetëm pasi të formohet qeveria e re pas zgjedhjeve të 28 dhjetoret. Ndërlidhja e heqjes së masave ndëshkuese nga BE-ja me zgjedhjet parlamentare u konsiderua e paarsyeshme nga ekzekutive. Në një përgjigje për kohën, Klisman Kadiu, këshilltar për media në zyrën e zëvendës kryeministrit në detyrë Besnik Bislimi, ka thënë se zgjedhjet e 28 dhjetorit nuk kanë asnjë lidhje me procesin e heqjes së masave nga BE-ja. Ai ka thënë se Kosova e ka përmbushur kushtin e vendosur nga Bashkimi Evropian. Së fundmi, Komisioni Evropian konstatoi në raportin për vendin në fillim të muajit të kaluar se masat do të hiqen pas zgjedhjeve lokale dhe transferimit të suksesshëm të pushtetit në 4 komunat në veri. Edhe kjo tashmë ka ndodhur në mënyrë paqësore, ligjore dhe pa asnjë incident. Çdo zvarritje tjetër vetëm sa e thellon absurditetin e masave dhe e cenon kredibilitetin e BE-s. Qëndrimi ynë është që masat duhet të hiqen menjëherë dhe plotësisht. Kadiu ka shtuar se masat u vendosën padrejtësisht ndaj Kosovës. Kur janë vendosur masat ndaj Kosovës, ato fillimisht kanë qenë të padrejta. Tash një kohë të gjatë ato nuk kanë më as kuptim dhe as bazë në realitetin në terren. Në vitin 2024, vetë Josep Borrell, atkohë përfaqësues I lartë I BE-s, kishte rekomanduar heqjen e masave. Megjithatë, veprimet e para drejt largimit të masave u ndërmarrën vetëm në mesin e vitit 2025, kur edhe filloi heqja graduale e tyre. Mirë po, analisti politik Arpnor Sadiku ka thënë se Bashkimi Evropian I njeh arritjet e Kosovës në aspektin e përmbushjes së kushtit për heqjen e masave, por se në këtë drejtim, sipas tij, BE-ja synon të punojë me qeverinë e re, me që aktualja është pa legjitimitet. Sigurisht që ata konsiderojnë që kjo qeverisje aktualisht nuk I ka, si më thonën, legitimitetin e duhur, sepse nuk ka dalur dhe nuk është formuar nga zgjedhjet e fundit që mbajtën Kosova. Andaj, për të qenë qeveri, simon edhe legale dhe legjitime e du të bëra nga zgjedhjet e reja parlamentare. Koha ka mësuar se Franca dhe Italia të mbështetura nga Spanja, Hungaria dhe Slovakia në takimin e fundit kanë kundërshtuar heqjen e masave ndaj Kosovës. Franca ka shprehur dyshime nëse kanë qenë të sinqertë hapat që janë ndërmarrë nga palët për depërshkallëzimin në veri gjatë vitit 2025. Italia, sipas diplomatëve, ka shprehur qëndrimin se duhet pritur përfundimin e zgjedhjeve të dhjetorit para se të avancohet me heqjen graduale të masave. Siç ka mësuar koha, së paku 13 shtete të BE-s kanë kërkuar që masat të hiqen.